Një ndër kompanitë më të njohura në Shqipëri ka bërë për herë të parë punojësit e saj aksioner. A ka bërë gjën e duhur? Secili mund të mendojë që është e vështirë të bësh punojësit aksioner. Megjithatë, kjo gjë ka ndodhur, është fakt tashmë. Janë dy gjëra që mund të ndryshojnë mënyrën e të menduarit të një punojësi në Shqipëri. Së pari, atë që kam bërë edhe unë, thoya gjithmonë, ja çfarë kam bërë unë për kompaninë. Ndërkohë në një moment të dytë, fillova të kuptoj dhe fillova të them çfarë unë do bëj për kompaninë. Pra nuk ishte rëndësi se çfarë kisha bërë. E rëndësishme është cilat ishin planet e mia në atë kompani. Kjo të ndryshon marrëdhënien dhe komplet sjelljen kundrejt kompanisë dhe mënyrën se si ti e sheh atë kompaninë. Elementi i dytë ka të bëjë me punën. Në fillim thoja siç është besimi i përgjithshëm. Më thuaj sa më paguan të të them se si punoj. Dhe vetëm kur ndryshojmë mendsinë dhe të kalojmë në puno më shumë se sa paguhesh në mënyrë që një ditë të paguhesh më shumë se sa ç'punon. Vetëm atëherë ti do jesh një punojës aq i vlefshëm për kompaninë sa ndoshta pjesë e madhe e kompanive të fillojnë që punojësit e tyre t'i bëjnë bashkë aksioner. Pyetja është, a ka bërë mirë kompania apo jo?